Në Greqi, një grev 24 orëshe ka paralizuar transportin detar, hekurudhor dhe ajror, duke shkaktuar kaos në çdo sektor që është i lidhur me transportin. Kjo grev është organizuar nga 2 sindikatat më të mëdha të vendit, njëra që përfaqëson sektorin privat dhe tjetra sektorin publik, dhe është përgjigje ndaj kushteve të vështira ekonomike dhe rritjes së kostove të jetesës. Pavarësisht përpjekjeve të qeverisë për të përmirësuar situatën ekonomike, duke rritur pagën minimale mujore me 35%, shumë punonjës në Greqi nuk e konsiderojnë këtë rritje të mjaftueshme për të përballuar shtrenjtimin e vazhdueshëm të jetesës. Paga minimale e vendit është aktualisht 880 euro, por sipas përfaqësuesve të sindikatave, kjo është ende e pamjaftueshme për shumë qytetarë që po përballen me inflacionin dhe shtrenjtimin e energjisë, ushqimit dhe shërbimeve të tjera jetësore. Angelos Galanopoulos, përfaqësues i sindikatës së marinarëve, tha se edhe pse janë bërë disa përpjekje për të rritur pagat, problemi kryesor mbetet hendeku mes rritjes së pagave dhe rritjes së çmimeve. Ai shtoi se privatizimet në sektorët e shëndetësisë dhe arsimit po e përkeqësojnë më tej situatën për ata që kanë të ardhurat të ulta. Sipas të dhënave të Eurostat, paga minimale e Greqisë është ndër më të ultat në Bashkimin Evropian, pas atyre të Portugalisë dhe Lituanisë. Paga mesatare në Greqi është 1342 euro në muaj, por kjo është ende 10% më e ulët krahasuar me vitin 2010, kur shpërtheu kriza financiare. Sindikatat kërkojnë një përgjigje të menjëhershme dhe të qëndrueshme nga qeveria për të adresuar këto shqetësime dhe për të siguruar një rritje të pagave që do të mundësojë përballimin e kostove të jetesës që po shtrenjtohen vazhdimisht.